8 vite pas shpalljes së pavarësisë, Shqipëria ishte drejt zhdukjes nga harta. Traktati i Fshetit Londrës në 1915 parashikonte ta coptonte vendin dhe t'ia jepte Italisë qytetin strategjik të Vlorës. Italia kishte vendosur mbi 20.000 trupa në qytet dhe rrethina, duke trajtuar Vlorën si territor të saj, sovran. Shqiptarët, të varfër, të zhgënjur dhe pa leat, kishin vetëm një zgjidhje: rezistencë. Pas luftës së parë botërore, vendi ishte në kaos. Ushtrit e huaja qëndronin ende në territorin shqiptar. Fuqitë e mëdha diskutonin hapur coptimin e Shqipërisë, duke ndarë krajinat tona midis Italisë, Greqisë dhe Jugosllavisë. Italia ishte më agresivja, ajo pretendonte Vlorën dhe gjithë bregdetin jugor si zonë strategjike të saj. Më 29 maj 1920, në fshatin Barçalla të Dukatit, u mblodhën rreth 200 burra nga e gjithë krajina. Ky u mor vendimi historik. Vlora do të çlirohet me armë. U kryeua komiteti mbrojtja kombëtare, i cili do të vëllëishte luftë. Shqiptarët ishin vetëm 4.000 luftëtarë vullnetar, pa ndihmë nga jashtë. Përballë tyre, mbi 22.000 ushtarë italianë, të armatosur deri në dëmbë. Prapë se prapë, zemra e kombit u ndezë. Në ditët e para të qershorit, krisi pushka në të gjithë krajinën. Njëkohësisht, u goditën Tepelena, Drashovica, Kot, Kanina, Rëza e Vlorës. Sulmi i madh për çlirimin e qytetit nisi më 11 qershor. Forcat italiane, megjithëse më të armatosura, nuk mund të çanin linjën shqiptare. Në këto betejë u shquan heronj: Osman Haxhiu, udhëheqës politik; Ahmet Lepenica, komandant i përgjithshëm; Qazim Koculi, Bodo Zeqiri, Selam Musai, lira heroikisht në rrethinat e Vlorës. Një nga pikat më të forta të mbrojtjes italiane ishte betejë e Drashovicës. Luftëtarët shqiptar thyen garzionet dhe mësym trup me trup. Drashovica u bë simboli i sakrificës dhe fitoreve të para të mëdha. Betejë e Kotës, me rëndësi strategjike, pasi aty ndodheshin depot e ushqimeve dhe armatimeve italiane. Shqiptarët e morën Kotën, duke prerë një nga linjat kryesore të furnizimit të armikut. Betejë e Kaninës, pikë kyçe mbi qytet. Pasira Kanina u hap rruga drejt çlirimit të Vlorës. Gjatë këtyre luftimeve, u kapën topa italiane dhe sasi të mëdha municionesh që u përdorën nga forcat shqiptare. Përballë rrethimit të vazhdueshëm, humbjeve dhe revoltës së madhe popullore, Italia u detyrua të heqë dorë nga pretendimet territoriale. Më 2 gusht 1920, u nënshkrua protokolli shqiptaro-italian. Italia tërhiqe nga Vlora, priste tërheqjen nga Saranda, Durrësi dhe Shëngjini. Vetëm Mishull i Sazanit mbetej nën kontrollin italian. Ishte fitore e pastër diplomatike dhe ushtarake e Shqipërisë. Më 3 shtator, forcat shqiptare hynë triumfalisht në qytetin e Vlorës. Qyteti ishte i zbrazur nga trupat italiane. Në Kanin, u ngrit flamuri fitores mbi varin e Ismail Qemali. Lufta e Vlorës u shpall zyrtarisht për shpallje e pavarësisë së Shqipërisë. Populli e kishte fituar vetë sovranitetin. Lufta e Vlorës ishte vetmja luftë pas Skënderbeut, ku shqiptarët fituan me forcat e veta. Dëtoi pavarësinë e Shqipërisë nga coptimi. Tregoi se populli shqiptar ishte i gatshëm të mbrojtë tokën pa ndihmën e askujt. Uti Shqipërinë në arenën ndërkombëtare si shtet i lirë. Forcoi unitetin kombëtar dhe rënjosi kultin e lirisë. Historianët e quajnë kryevepra ushtarake kombit shqiptar të shekullit të 20. Lufta e Vlorës
Vetëm një ndër faqet më të ndritura të historisë sot. Ajo dëshmoi se Shqipëria nuk është toka që shitet apo falet. Nga Barçalla në Kanin, nga Drashovica në Vlorë, çdo hap i saj epopeje flet për një komb që u ngrit i tërë për dinjitet, nder e flamur. 1920 është viti kur populli shqiptar i tha botës, ne jemi zot në shtëpinë tonë.